Lëngu i qepës, 3 probleme që shëron ky ilaç natyral. Që kemi përmendur edhe në video tona të mëparshme, qepa është përdorur si një antibiotik natyral që në kohët e gjysheve tona. Jo mund të përfitoni lëngun e qepës në këtë mënyrë. Prisni qepën në copa të vogla e fusni në një gotë me ujë. Leni ujin gjatë gjithë natës në frigorifer dhe pini të nesme në mëngjes. Ja përfitimet që do të keni nga kjo pije natyrale sipas heltit të saj. Ndihmon në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, ndihmon në përmirësimin e niveleve të tretjes së stomakut, redukton problemet kardiovaskulare, mbron kundër alergjive, pastron zorrën e trashë dhe parandalon problemet e zorrës së trashë, parandalon problemet orale, ndalon në rënien e flokut, përmirëson shëndetin e lëkurës, mbron nga e ftohura dhe virozat, përmirëson shëndetin e kockave dhe mbi të gjitha forcon sistemin imunitar. Qepa është një nga perimet më të mira të cilën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke ditur edhe faktin ushqyes të lartë që ato ofrojnë vazhdimisht në jetën tuaj të përgjithshme.